Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një nga recetat e vjetra të vendlindjes time. Ne e quajmë buknore, nuk e di si e quani apo e përgatisni ju. Është kaq e mirë, ka një aromë fantastik dhe mbi të gjitha është një nga recetat më të thjeshta dhe me pak përbërës që mund të gjenden mjaft lehtë në shtëpi. Atëherë fillojmë pa humbur kohë. Unë kam përdorur 250 ml hir djathi, 3 lugë vaj ulliri, 1 lugë çaji sodë. Në mungesë të hirës së djathit mund të shtoni ujë, qumësht ose kos. Masën e përzihem shumë mirë në mënyrë që të aktivizohet soda. Ja kështu, do vazhdojmë me masën e miellit. Unë kam shtuar rreth 450-500 gram miell. Nëse nuk jeni të sigurt se sa përthithës është mielli, mund ta shtoni atë pak e nga pak. E punoj masën me dorë, nuk është nevoja që ta rahim shumë brumin, pra përgatitet shumë lehtë. Mjafton të bëhet një brum i butë, por jo i ngjitur, si ky që tregohet në video. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe. Lyejm tavën me vaj dhe vendosim brumin, e hapim mirë me ndihmën e duarve dhe i japim formën sipas dëshirës. Unë kam zgjedhur formën me ndihmën e një gote, e kam bërë fiks siç e bënte gjyshja ime dhe përgatitja është fiks si mënyra e saj. Recetat e gjysheve janë ato që nuk të zgënjejnë asnjëherë, me pak gjëra, por mjaft të shijshme dhe të shëndetshme. E lyejmë me pak vaj dhe pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati. Keni parasysh që pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani në koment. Shikoni pak pas pjekjes sa ngjyrë të mirë që ka marrë. E kthejmë dhe nga ana tjetër dhe duket shumë mirë që është pjekur në mënyrë perfekte. Unë do ju këshilloj që të mos bëni gabimin tim, pasi unë e preva direkt, nuk po prisni më. Unë kisha nxjerrë edhe pak gjalp të tretur, turshi. Jashtë sot ishte shumë ftohtë dhe ishte fiks koha për buknore. Unë e preva të nxehtë fare, por ju këshilloj shumë që ta lini pak të kulloj, por gjithsesi ne e konsumuam, nuk priti njëri që të ftohesh apo të kullonte. Unë ju sugjeroj ta provoni dhe nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Ju falenderoj nga zemra që më ndiqni.